Ndonjëherë në jetë, gjëja më e mirë që mund të bësh është të largohesh nga disa njerëz. Jo nga urrejtja, por nga vetë respekti, sepse lodhesh duke dhënë gjithmonë, ndërsa ata din vetëm të marrin, pa e ndier peshën e sakrificës sate. Shumica nuk të vlerësojnë për atë që je apo për gjithçka ke bërë për ta. Të kërkojnë vetëm kur kanë nevojë, të thërasin kur janë në hall, e pastaj zhduken sapo çdo gjë rregullohet, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Ajo që nuk e kuptojnë është se kjo i bën të dobët. Njerëzit e fortë nuk shfrytëzojnë, nuk përdorin dhe nuk afrohen vetëm për interes. Ata që jetojnë kështu, në fund besin bosh dhe të vetëm. Ti japësh shumë dikujt që nuk e meriton është një gabim i madh. Jo sepse e gabim ti, por sepse po e humb veten duke u përpjekur ta mbash dikë që s'do të qëndroj kurrë. Ndonjëherë miku më i mirë është distanca. Largimi pa zhurmë, pa kthim mbrapa. Duhet të duam ashtu siç na duan. As më shumë, as më pak, për të ruajtur paqen tonë.